Ti do të rëzosh 2 fakte publike me pandema. Jo, s'është pandem Ja fare. ti apo faktet publike, sa Është po ti thash po se kisha mendjen kam përshtyr. Jo, unë kam Stafi mendjen, po tani. Trumpit, e pa më të dëgjova ty. Ti po mbledh 2 pandema. S'ka pandem fare është fakt. Kjo fakti është që ata të kanë bërë raportin partitë, ti këtu atë raporte kanë bërë ca tjerë. Jo, unë se thash atë që bëri kanë bërë ca tjerë. Atëherë unë thash ky 2024 në 2024 kanë qenë zyrtarë të emëruar nga kush e ka firmosur sot më zotëri? A ke punuar në shteti? Absolutisht do e firmosi. Absolutisht. Nëse është gabim, se do e firmosi? Departamenti i Shtetit. Gabim. Ku e dëgjove ti që është gabim? Atëherë, konstatimi i Departamentit Shtetit në ndërtimin e Marco Rubios është njohur i Blinkenit njëhet nga Marco Rubio. Ti mendon që ky është një raport i hartuar nga ata dhe i kaluar nga këta. Tani në momentin certifikuar në kundër vullnit të tyre. Po kjo administratë e cila po bën mbyllje radikale. Diskutimin. Raporti është ky dhe pikë. Unë të thash këtë gjë. Që të vazhdojmë me politikën e përshpejtë. Nëse jo, dakord, unë e kuptoj logjikën tënde sepse ti je shtetar. Ti je shtetar dhe zyrtar i shtetit prej vitesh dhe e njeh shumë mirë strukturën. Ndërsa, jo, i vazhdon të jetë, s'është natyrisht administrat, por mund të jetë. Dia nuk humbet. Është senior. Megjithatë, me këtë lloj qasje që ka ky administrat, në qoftë se ky raport do binte ndesh me gjetjet e tyre, do ta pezullonin, siç kanë pezulluar fonde, siç kanë mbyllur organizata. Vetë Blinkeni mbiles, e kanë goditur politikisht. Pra, Blinkeni nuk hyn, pra, duke parë këtë lloj qasje, në qoftë se do të ishin me këtë raport, është afër mendjes, edhe nuk e dim, që do të kishte një sjellje të tillë. Dhe këtu e mbyllim me raportin, i cili biem dakord që është një mbështetje për SPAK-un. Dhe nuk ka asnjë lëkundje në këtë, se ta ka deklaruar ambasadë amerikane. Ishte e para. Ambasada akoma nuk është prerur. Raporti ishte s'ka pasur asnjë lëkundje kanë qenë në takime. Përmes ambasadës raportit ne kuptuam që është ambasada këtu. Do të thënë, publikuan këtë raport për herë të parë që mbas ndryshimit të administratës, me sa di se nuk ishte asnjë reagim tjetër, sepse është dhe aty një ndryshim tranzitor i administratës. E kalojmë raportin, dua të vi pak tek gjoja e fushatës. Rame si 77-313 Basha. Do të përmendësh edhe në thonjza memen e përfaqësuesit të Partisë Zotit Kullur, që mos t'i ngelet hake. Zoti Ali Beja është përfshirë në këtë trendin e memeve dhe videove virale. Po pa banalitet. Pa banalitete, të djathët shkojnë, të majtët shkojnë tek SPAK-u, të djathët i mbështetsin. Kjo ishte kënga pak a shumë që ka publikuar. Jo, dakor, tu duhet të mbetem pak këtu, duke qenë se e njihni Bashën, e njihni nga të gjithë në fakt, por Bashën e njihni më nga afër. Kjo gjuhë është një gjuhë që është enkas për fushatën dhe ka strategji, apo vetë si natyrë është një natyrë hokatare që nuk të paktën në publik nuk i njihet? Jo, Basha nuk është hokatar. Basha prodhon hokatar kur merren me të dhe këtë nuk e them unë, Jela nuk ka në gjë. Këtu po flasim për fakt që e para punës kjo nuk është fushatë. Do unë besoj që fushata duhet të jetë fushatë serioze. Ne të paktën përpiqemi që të japim mesazhe të qarta çfarë do ndryshojnë të vend. Nëse ti del të bën dise me fjalorë dhe me këngëtarë që nuk janë as në stilin e as timin, sidomos, unë gjë tjetër muzikë, nuk gjë këto me të bëfshat ashtu. Unë Katili nuk e dëgjon. Po asnjë nga këta. Djali im jo dëgjon Deep Purple, dëgjon Led Zeppelin, nuk dëgjon Qytani. Dhe Lucio Battisti. Dita edukoj djali. E shumta dëgjon Alban Emirin, këngën e cilit ne kemi dhe këngën e fushatës. Ne lindje jetojmë që është kënga simbole ndryshimit në 90-të në Shqipëri. Jo, duhet të mbetem pak retorika Rama Basha. Është e studiuar. Pa punës ata në rivalet tanë dhe unë nuk kam. Jo, si ju duket kjo gjë? Po do ta them, po duhet bëj diferencën, sepse ne jemi vetë në zgjedhje. Po t'isha analizë do flisja për ata dy. Atë që po them është kjo, që mbasi kaloi fushatën 2017 me tenxhere të psia, tani ka kaluar te Bufi edhe te Unikatili. Unë besoj që zoti Rama nuk ka problemin të bëjë qesharak Rama në Berishën. Problemi i Ramës është do t'japi llogari para njerëzve për bilancin qeverisës, që sot mas 12 vjetësh rëndon patjetër nga dështimet se nga sukseset. Nuk jam nga ata nihilist që kam thënë kjo qeverisë ka bërë asnjë punë. Natyrisht me turizmin ka një rritje turizmit, ka një impakt në ekonomi. Nuk është ky modeli ekonomik që unë pres. Për mua është prodhimi, hapja vëndet punës, por kjo është tjetër çështje, por ka i bilans. Mund të themi që 5 lekë më shumë ka ndarur në ekonominë e turizmit. Siç duhet i njoh dhe sensin estetik, po themi, në qendrat urbane të qyteteve.